Ndërkohë jemi edhe në muajin e shenjtë të Ramazanit, madje po i afrohemi atij 10 ditëshit kaq shumë të pritur nga besimtarët mysliman. Së pari doja një koment në lidhje me këtë muaj kaq të rëndësishëm. Sa i rëndësishëm është ky muaj për të gjithë besimtarët, sidomos ata që praktikojnë edhe besojnë? Muaji i Ramazanit është një muaj i veçantë të cilin Zoti i Gjithësisë ja ka dhuruar besimtarëve musliman, ku brenda këtij muaji na tregon se ka zbritur Kur'anin famlar, pra fjalën e tij, nëpërmjet Xhebrailit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi te, tek i dërguari i fundit Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi te, për të cilin ka zgjatur 23 vjet me radhë. Pra, fillimi ka qenë brenda muajit të Ramazanit, pastaj ka zgjatur për 23 vjet me radhë, dhe kjo është kushtetuta e jetës, kushtetuta jetësore e çdo besimtari, po pse jo dhe çdo njeriu, pra është një manual se si duhet të jetojmë, dhe duke qenë se ka filluar në muajin e Ramazanit, këtë muaj e bën të veçantë. Kjo e para, dhe e dyta, ajo që thatë ju, pra 10 ditësh i fundit, ku Zoti i Gjithësisë ka fshehur natën e Kadrit. Nata e Kadrit është ajo në të cilën Zoti i Gjithësisë ka zbritur pra fjalën e tij, Kur'anin, ku e krahason me pra mbi 1000 muaj. Thotë është më e mirë se 1000 muaj, që do të thotë një jetë njeriu. Pra, nëse bëni një të mirë brenda kësaj natë, ai thotë që do të vlerësohet tek Zoti i Gjithësisë sikur keni bërë mirë pra gjatë gjithë jetës. Pra, për të kuptuar se çfarë vlerët ka një veprim i mirë në këtë natë. Dhe kjo natë është e fshehur në 10 ditëshin e fundit. Kur u afron të 10 ditësh i fundit, thotë nëna e besimtarëve, Aisha, Zoti i qoftë i kënaqur me të, thotë pejgamberi alayhis salam rrinte tërë natën duke adhuruar Zotin, zgjonte dhe familjen dhe i përkushtonte çdo moment Zotit të Gjithësisë pra në adhurim. Është janë 10 ditë të veçanta. Muaji i Ramazanit nuk është vetëm thjesht muaji i agjerimit fizik, pra të stomakut, por është muaji i agjerimit të gojës, të hundës, të syve, pra të largohesh nga çdo vesh i keq apo çdo fjalë e keqe. Vetë pejgamberi jon thotë, nëse dikush agjeron, por nuk largohet nga fjalët e këqija, nuk largohet nga veprat e këqija, ai vetëm thjesht ka qëndruar i uritur apo i etur, sepse agjerimi i tij nuk ka vlerë. Pra, qëllimi është të edukojmë veten tonë, të mundim egon tonë, të mundim ato dëshirat e shturura që mund të ketë një njeri dhe të kthehet në natyrën e tij. Kush është natyra e tij? Të qenurit njeri ashtu siç e meriton vetë njeriu.